Daniela Arsovska akuzon Visarganiun se është në krye të një ndërmarrjeje kriminale të ndërtimeve pa leje në Çajir. Partnerët e koalicionit diskutojnë se kush do ta zëvendësojë Taravarin në krye të Ministrisë së Shëndetësisë. Arrestohen 4 persona në Shkup, akuzohen për vrasje me porosi dhe kontraband me narkotik. Bekim Maksudit i vazhdohet paraburgimi edhe për 30 ditë si njëri prej të dyshuarve për tragjedinë në Koçan. Përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë me edicionin informativ të orës 15:55. Kryetaria e qytetit të Shkupit Daniela Arsovska sot ka inspektuar disa prej vendeve në komunën e Çajirit, prej nga e ka akuzuar kryetarin Visarganiu se janë në krye të një ndërmarrjeje kriminale që ka mbytur komunën me ndërtime pa leje dhe aktivitete tjera të paligjshme. Me kamerë në dorë, Arsovska ka incizuar vendpunimet e tilla, ndërsa ka hedhur shumë akuza, ndërto edhe se është kërcënuar nga njerëzit e kryetarit të Çajirit. Ndërkohë, Visarganiu ka ironizuar duke thënë se është mirë që Arsovska pas 3 vjetësh e gjysmë është interesuar se çfarë po ndodh në Çajir. Ai ka thënë se në vazhdimsi kanë kërkuar që të aktivizohej inspektorati i qytetit, por është aktivizuar vetëm tash. Eve sme opština Çajir, Divogradova ka ishte befme. Me kamerë në dorë, kryetaria e qytetit të Shkupit Daniela Arsovska ka vizituar të gjitha objektet që pretendon se janë pa leje e po ndërtohen në territorin e komunës së Çajirit, duke denoncuar ato që i ka quajtur shkelje të bëra nga ana e komunës së Çajirit. Kryetaren e Shkupit e ka shoqëruar edhe policia. Veç asaj, Arsovska pretendon se kreu i Çajirit i ka dërguar edhe njerëz të tjerë për ta kërcënuar. Në fjalimin e saj në lidhjen live, e cila ndiqej nga qindra qytetar, Arsovska u bëri ftesë Ganiut dhe Mexhisit që ta takojnë. Njoftoi se deri më tani të dokumentuara në qytetin e Shkupit janë mbi 150 ndërtime pa leje, të cilët janë bllokuar po nga qyteti i Shkupit. Levizija demokratike, kažemo na kriminalec od Visarganiu zajedno с Изет Меджити да дойдат тука бе дечка. Вчера беше Ракип дочи у својство на портпарол во град Скопје да проба да ги опре за тоа што ги правеле белите. Кажем да дојдат тука ако се мужи. Нека дојдат, еве ги чекаме. Сите ботови што ги имаш во општина да ги пуштиш да се закануваат сега и да плюкаат, малцети се. 30 луѓе сме тука и чекаме да дојдеш. Џабе, цело влен пушти го таму, сите од општина што ти се вработени, пушти ги сега нека плюкаат ако не им е срам тука во лајва, исто ти се фаќа. Пази криминалец, па дозволуваш bespravни градби, па излегуваш на пресконференција, само кој ќе të fatat нешто дека правиш кој што не треба. Ndonse Arsovska tha se ka ndaluar ndërtimin e objekteve pa leje, Ganiu tha se inspektorati i qytetit të Shkupit nuk ka vepruar tashmë 3 vjet e gjysmë. Kreu i Çajirit shtoi se për 3 vite e gjysmë Daniela Arsovska nuk ka shkelur në Çajir dhe nuk ka bërë asnjë investim për këtë komunë. Vjen mirë që zonja Arsovska pas 3 vite e gjysmë i shkel kamën në Çajir si kryetare e qytetit të Shkupit. Dhe ju jeni dëshmitar para disa ditëve që unë kam edhe letra komunikimi që kërkoj që inspektorati i tyre të vepron në komunën e Çajirit. Dhe ne nuk kemi pasur përgjigje, asnjë përgjigje deri tani. Dhe vjen mirë që ajo sot o zgjudo, me thonë pas asaj preskonference. Se në Çajir ka ndërtime pa leje nuk thuhet për herë të parë. Në media ka pasur shpesh raportime për mënyrën se si në Çajir ndërtohen objektet dhe më pastaj legalizohen. Për më tepër, Ganiu dhe Mexhiti ju akuzuan për keqpërdorim të numrave arkivor, duke i legalizuar objektet e reja, si të ndërtuara në vitin me të cilën përputhet ligji i fundit për legalizim të objekteve pa leje. Kryeministri Kristian Mickoski ka deklaruar edhe sot se emri i personit që do të zëvendësojë Arben Taravarin do të përcaktohet deri në fund të javës. Mickoski ka sqaruar se ky pozicion do t'i mbetet koalicionit vlen. Kuadrot e ASH-s të cilët nuk janë bashkuar Taravarit, Mickoski thotë se këto janë tema për të cilat do të ketë diskutime shtesë. Emri i ri i ministrit
Ministri të Shëndetësisë do të përcaktohet deri në fund të javës dhe ky pozicion do të ngelet në kuadër të Vlenit, deklaroi kryeministri Hristian Mickoski. I pyetur edhe për rokadat të tjera si dhe lidhur me kuadrot e Aleancës për shqiptarët, të cilët nuk janë bashkuar Taravarit pas largimit nga qeveria. Ai thotë se këto janë tema strategjike për të cilat do të diskutohet shtesë. Ky pozicion mbetet në kuadër të koalicionit të Vlen, pret që javën tjetër ta kem një propozim. Ditën e djeshme, pas seancës së qeverisë, patëm koordinim të koalicionit, diskutuam se çfarë na pret në periudhën në vijim, kështu që e kemi caktuar fundin e kësaj jave si afat për të definuar vendimet kadrovike, me qëllim që të mundem unë të hënën apo të martën tu adresoj deputetëve në kuvend. Mickoski tha se qeveria është stabile dhe e fortë, pavarësisht largimit të Arben Taravarit nga qeveria. Ai potencoi se koalicioni me Vlenin do të vazhdojë. Qeveria është e qëndrueshme dhe e fortë, ka mbështetje prej gati 2/3 brenda parlamentit dhe unë pres që të vazhdoj me koalicionin Vlen, atje ku, do të thoja, doli ish ministri shëndetësisë, i cili për fat të keq ndryshoi retorikën në këto ditë të fundit dhe tani është në përqafimet e atyre të cilët për 2 dekadat e fundit e kanë kriminalizuar shoqërinë, e kanë plaçkitur dhe turpëruar Maqedoninë, por ky është vendimi i tij. I pyetur lidhur me takimin e Arben Taravarit me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, Mickoski tha se që nga dita e djeshme ka qenë njohuri për takimin e sotëm. Mendoj se ndër tema që kanë diskutuar janë ndodhit në rajon, bashkëpunimi më i afërt mes dy vendeve. Ja kështu do ta komentoja, u shpreh Mickoski. 4 persona sot janë arrestuar nga policia si të dyshuar për vrasje me porosi dhe për trafikimin e lëndëve narkotike. Nga prokuroria thonë se bastisjet u bën si rezultati provave të siguruara nga hetimi në rastin Bunker, që ka të bëjë me antarët e grupit Bellanosa Baron. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se policia gjatë ditës së sotme ka kryer një aksion policor, me çka kanë kryer bastisjen në 5 lokacione. Aksionin e konfirmuan edhe nga Prokuroria Themelore Publike, të cilët po ashtu njoftojnë se janë kryer bastisje në 5 lokacione në Shkup. Nga Prokuroria thonë se bastisjet u bën si rezultati provave të siguruara nga hetimi në rastin Bunker, që ka të bëjë me antarët e grupit Bellanosa Baron. Sipas prokurorisë, gjatë bastisjeve janë arrestuar 4 persona, ndërsa në shtëpinë e njërit prej të dyshuarve është gjetur një sasi më e madhe e marihuanës që do t'i nënshtrohet ekspertizës. Prokurori publik ka lëshuar urdhër për zhvillimin e procedurës hetimore ndaj 4 të arrestuarve për të cilët ekziston dyshimi bazuar se kanë kryer veprat penale, shoqërim kriminal dhe vrasje, ndërsa njëri nga të dyshuarit akuzohet edhe për veprën penale prodhim dhe shpërndarje pa autorizuar e drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve. Nga prokuroria thonë se të arrestuarit të dyshohen për vrasjen që ka ndodhur vitin e kaluar tek rruga e plastikave. Të arrestuarit, siç informojnë ata, gjithashtu dyshohet se kanë lidhje edhe me vrasjen e një personi në Haniotit të Greqisë në vitin 2023. Kështu 3 nga të dyshuari gjatë muajit korrekt 2023 në territorin e Maqedonisë dhe Greqisë, të nxitur dhe me urdhër të një organizatori të dyshuar më parë të grupit, kanë ndërmarrë veprime për zbulimin e vendodhjes së të dëmtuarit dhe sigurimin e mjeteve për kryerjen e veprës penale, gjatë së cilës është privuar nga jeta një antar i grupit të organizuar kriminal kundërshtar gërqec në Greqi. Në maj të vitit të 2024, para një objekti në të ashoqojtur në rrugë e plastikave, 2 të dyshuar kanë kryer vrasjen e një personi dhe duke larguar nga vendi i ngjarjes, kanë qelluar në një automjet të parkuar aty pranë, duke plagosur persona të tjerë, njëri prej të cilëve ka ndërruar jetë. Ish drejtori të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim Bekim Maksuti janë caktuar edhe 30 ditë para burgim. Maksuti në burg qëndron tashmë 2 muaj, kur gjykata penale e Koçanit vendosi për paraburgimin e tij si njëri prej të dyshuarve për rastin e zjarrit në Koçan. Edhe 30 ditë para burgim për Bekim Maksuti, ish drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim si njëri nga të dyshuarit për zjarrin në Koçan. Maksuti në burg qëndron tashmë 2 muaj, prej kur gjykata penale e Koçanit vendosi për paraburgimin e tij.
Kurse para më pak se një javë, ish-ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi u lëshua në paraburgim shtëpiak, pasi gjykata e Koçanit vendosi që masën e paraburgimit për Bekteshin ta zëvendësoj me paraburgim shtëpiak. Në paraburgim shtëpiak janë edhe dy ish-ministrat e tjerë të ekonomisë, Valon Saraqini dhe Bekim Neziri. Në të njëjtën mas janë edhe 3 ish-kryetarët e komunës së Koçanit, ashtu si dhe shumë zyrtar policor dhe shefa policor të Koçanit. Zjarri në diskotekën Puls në Koçan që shpërtheu në orët e hershme të mëngjesit të 16 marsit, 59 persona ndërruan jetë dhe rreth 200 të tjerë u lënduan. Më pas numri të vdekurve u rrit, pasi edhe 3 pacientë vdiqën derisa po mjekoheshin nëpër spitale. Të lënduarit nga tragjedia shumica prej tyre u dërguan për trajtim jashtë shtetit, ndërsa disa u mjekuan brenda vendit. Nga hetimet për tragjedin deri tani janë përfshirë 59 persona si të dyshuar, prej tyre 19 janë në paraburgim efektiv, 13 në paraburgim shtëpiak, 12 me mas kujdesi dhe 1 është në mjekim. Hetimet për këtë rast ende po vazhdojnë. Luço Palevski po bën përpjekjen e fundit për të dëshmuar sipas tij pafajësinë për akuzat për vrasjen e dyfisht të Vanja Gjorçevskas dhe Pançe Zhezhoskit. I akuzuari i parë Palevski paraqiti 2 prova, me të cilat vërteton se më 22 nëntor para 2 vitesh nuk ka qenë në Veles, por në Shkup. I dyshuari kryesor për grabitjen dhe vrasjen e dyfisht të Vanja Gjorçevskas dhe Pançe Zhezhoskit, Luço Palevski, po bën përpjekjen e fundit për të dëshmuar sipas tij pafajësinë. Sot në gjykat vazhdoi prezantimi i provave shtesë të propozuara nga të akuzuarit e rastit. Avokati i babait të Vanjës, Vladimir Tufekqiç, paraqiti provë se babai i Vanjës, Aleksandar Gjorçevski, ka komunikuar me një kushërir të punësuar në spitalin Teqtatori, me çka tenton të dëshmojë në gjykat se mëngjesin e 27 nëntorit 2023, kur ishte kidnapuar dhe vrar Vanja, ai ka komunikuar me mjekun. I akuzuari i parë Palevski paraqiti 2 prova, me të cilat tenton të vërtetojë se më 22 nëntor para 2 vitesh nuk ka qenë në Veles, por në Shkup. Kurse sipas prokurorisë mbrëmjen para kidnapimit të Pançes, Palevski ka qenë në shtëpinë e Veli Bormanev, por Pallço thotë se ai ka qenë duke lëvizur me veturë nëpër Shkup, me çka tregon edhe faturën e parkingut ku ishte parkuar në komunën Qendër. Ai po ashtu kishte propozuar që në gjykat të sillet shiriti me të cilin ishte mbyllur goja Vanjas gjatë grabitjes, por kjo u refuzua nga gjykata. Avokati i Borovidevskit, Bojan Manev, propozoi të paraqiten video incizimet nga pompat e benzinës në Veles. Avokatët e Veli Bormanev dhe Vlatko Keshishev thanë se nuk do të paraqesin prova shtesë. Vanja Gjorçevska, e cila ishte raportuar e zhdukur më 27 nëntor, u gjet e vdekur në afërsi të Shkupit më 30 orë, kur në afërsi të Velesit u gjet i vdekur edhe Pançe, me origjinë nga Velesi, i cili nga ana tjetër u raportua i zhdukur më 24 nëntor. BDI edhe sot ka reaguar ndaj, siç thon ata, diskriminimit të shqiptarëve. Kësaj radhe bëhet fjalë për konkursin e fundit në drejtorinë të ardhurave publike. Në konkursin e brendshëm të datës 26 shkurt të këtij viti janë avancuar 26 maqedonas dhe asnjë shqiptar. Shtesë në konkursin e datës 16 maj nga gjithsej 41 avancime, 40 janë maqedonas, ndërsa vetëm 1 është shqiptar. Këto shifra nuk janë rastësi, por rezultati një përjashtimi të qëllimshëm të shqiptarëve nga administrata publike, gjë që bie ndesh me kushtetutën, ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe parimet e përfaqësimit të drejtë, thuhet në reagimin e BDI-s. Sipas tyre, kjo praktikë është një tregues alarmues i rikthimit të politikave diskriminuese të së kaluarës, që rrezikojnë bashkëjetesën dhe karakterin multietnik të shtetit. E ftojmë qeverinë të japë menjëherë sqarim se si është e mundur që në vitin 2025 në një shtet që synon antarësimin në Bashkimin Evropian të ndodhin këto paparazish etnike, pandjesi turpi dhe papërgjegjësi. BDI nuk do të heshtë ndaj këtyre padrejtësive. Thuhet në reagim, kushtohet se ata do t'i ndërmarrin të gjitha masat politike dhe ligjore për të ndaluar këtë degradim institucional të shqiptarëve.
Ish presidenti Gjorgje Ivanov do ta këshillojë dhe ndihmojë ministrin e jashtëm Tim Çomucunski në fushën e diplomacisë kulturore dhe afirmimit të identitetit Maqedonas jashtë vendit. Mucunski njoftoi në Facebook se sot u nënshkrua një memorandum bashkëpunimi midis Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Aleancës Ndërkombëtare të Qytetërimeve, të përfaqësuar nga ish presidenti Ivanov. Qëllimi i memorandumit është promovoj dhe pasuroj bashkëpunimin midis dy palëve në fushën e diplomacisë publike, zhvillimin e diplomacisë kulturore dhe afirmimin e kulturës dhe identitetit Maqedonas jashtë vendit. Ish presidenti Gjorgje Ivanov gjatë kohës sa ishte presidenti i Maqedonisë shquhej për diplomacinë jo të suksesshme. Ivanov nuk pati marrëdhënie të mira me bashkësinë ndërkombëtare, zbatoi politika anti-shqiptare dhe mori vendime kundër rendit juridik dhe kushtetues. Në kuvend do të dorëzohen emrat që propozohen për të drejtuar Bankën Popullore. Në mesin e 3 kandidatëve më serioz që përmenden në media është guvernatorja aktuale Anita Angelovska-Bezhovska, profesori universitar Trajko Slaveski dhe ish ministri i financave Zoran Stavrevski. Presidentja e shtetit Gordana Siljanovska Davkova sot do të dorëzoj propozimin për guvernator të ri të shtetit pasi guvernatorës aktuale i kalon nesër mandati. Ajo nuk deshi që të zbuloj emrin para se të dorëzoj propozimin në kuvend, por konfirmoi se do të jetë njëri nga kandidatët që përmenden në opinion. Никогаш не се кажува прво во јавноста, туку... Nuk e them emrin fillimisht para gazetarëve, shpresoj se nuk mërziteni, por mendoj se veç më e di. Vlerësoj se duhet të bisedohet me të gjithë kandidatët potencial, të dëgjohen mendimet e tyre për punën dhe për kandidatët e tjerë. Do të doja të ketë më shumë zgjedhje, por ajo nuk është çdo herë e mundur. Edhe kryeministri Hristian Mickoski, i pyetur sot nga gazetarët, tha se ende nuk ka informata se kë do të propozoj presidentja. Nuk e di emrin, unë më njëherë pas kësaj ngjarje do të kem takim me presidentën dhe supozoj se do ta mësoj emrin. Në mesin e 3 kandidatëve më serioz që përmendet në media është guvernatorja aktuale Anita Angelovska-Bezhovska, profesori universitar Trajko Slaveski dhe ish ministri i financave Zoran Stavrevski. Dy të fundit vijnë nga partia e VMRO-DPMNE-s. Slaveski është kryetari i Këshillit të qytetit të Shkupit, ndërkaq Stavrevski ka qenë ministri i financave në qeverinë e Gruevskit dhe dora e djathtë e tij. Ka filluar renovimi dhe rikonstruimi ambulantave, laboratorëve dhe ordinancave specialistike në qendrën klinike Nën Tereza pranë Spitalit Universitar për Ginekologji dhe Obstetrik në Shkup. Drejtoresha e klinikës Irena Aleksioska Papestiev tha se investimi është në vlerë prej 29 milion denarësh dhe do të krijoj kushte për diagnostifikim dhe trajtim më efikas të pacientëve, i cili do të përfundojë deri në fund të vitit. Ajo theksoi se kjo klinikë ka një frekuencë të lartë me rreth 4.000 lindje, ndërhyrje kirurgjikale nga ato minimale deri te më komplekset ginekologjike, të cilat janë rreth 5.000 dhe 73.000 ekzaminime specialistike dhe subspecialistike. Kreu komunës së Çajirit Visar Ganiu, i shoqëruar nga ambasadorja e Ukrainës në Shkup Larisa Dir në parkun Ukraina në komunën e Çajirit, ka zbuluar skulptura kujtim i hidhur i fëmirisë. Ganiu tha se kjo skulptur kujton se fëmijët e pafajshëm kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë viktime konflikteve, dhunës dhe urisë në shumë pjesë të botës. Njoftoi se kjo vepër artistike vjen si një kujtesë e heshtur për tragjedinë e Holodomorit, urisë së viteve 1932 dhe 1993 në Ukrainë, ngjarje kjo që sipas Ganiut mori miliona jetë. Tha se do të vazhdoj të qëndroj krah nismave që mbrojnë paqen, lirinë dhe demokracinë, sepse ky është obligim moral i të gjithë njerëzve. Ndërsa ambasadorja tha se kjo është një nder i madh për vendin, sepse po nderohen jetët e fëmijëve dhe njerëzve që humbën jetën nga uria në Ukrainë.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar për të 19 herë me radhë që ta konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare, të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Të mërkurën ligjbërësit refuzuan për të 11 herë rresht që ta formoni një komision për mbikëqyrjen e një votimi të fshehtë për krijon e ri të organit ligjvënës, sipas një propozimi të bërë më 1 maj nga kryesuesi i seancës Avni Dehari. Pasi kandidatja e lëvizjes vetëvendosje për kryetare të Kuvendit Albulina Haxhiu nuk arriti në disa votime t'i merrte 61 votat e nevojshme për t'u konfirmuar në post. Dështimi i radhës ndodhi një ditë pasi kryeministri në detyrë i Kosovës, njëherësh udhëheci i LVV-s Albin Kurti, ngulmoi se kandidatura e Haxhiut për kryetare të Kuvendit është vendim i partisë dhe se ajo nuk do të tërhiqet. Shikues të nderuar, kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim.